Gjithsej 28 persona tani për tani janë dyshuar për tragjedinë në Koçan, njoftoi krye prokurori Ljub Çokocevski në intervistë për gazeta serbe Politika. Ai thekson se pjesa më e madhe prej tyre janë të dyshuar për vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme, për çka dënimi me burg është 20 vjet. Kocevski shton se hetohen dyshime edhe për veprën marrje dhe dhënje rishfet, përdorim ilegal i mjeteve piroteknike e tjerë. Deri në këtë moment me status të dyshuar janë 28 persona, prej të cilave 3 janë në spital, 18 në paraburgim në procedurë parahetimore, ndërsa 7 në punës policor, për të cilët udhëhiqet hetim, po ashtu janë në paraburgim. Policëve dje ju caktua paraburgim 30 ditor për shkak se kanë nënshkruar dokumente me të cilat kanë mundsuar që kabareja të punojë edhe krahas kushteve të këqija dhe kanë dhënë pëlqim në Ministrinë e Ekonomisë për dhënien e licencës për punë në 2023. Kocevski thotë se do të përgjigjen edhe ata të cilët me mosveprim dhe mos realizimin e detyrave zyrtare kanë faj për këtë katastrofë. Sipas tij, abuzimi politik i tragjedisë është diçka e palejueshme. Provat që i sigurojmë tregojnë se rënja është në erozionin e përgjithshëm të sistemit, kulturës së mos respektimit të ligjeve dhe rregullave, por edhe korrupsioni i thellë në sistem. Në deklaratën e fundit në publik, Ministri i Brendshëm Panço Toshkovski paralemroi se rritet numri të dyshuarve. Ова не е затварање на списокот на осомничени. Зошто? Заради тоа што огромна документација се разгледува, поврзана со кривично-правниот настан. Përveç të punësuarve, në disa institucione që ishin të obliguar për dhënien e licencave dhe kontrollin në terren, në paraburgim mbeten edhe ish zyrtarët Kreshnik Bekteshi, Goran Trajkovski, Beki Maksuti. Prokuroria nesër do të duhet të sjellë vendim të ri nëse do të kërkohet paraburgim 30 ditor.